A i sot është I pari kryeministër në historinë e Europës që mbron publikisht vjedhjet e tij dhe ministrave të tij. Sot, në ditën e rinis, në 8 dhjetor, Edi Rama vjen si armiku më I egër I trive shqiptar në tërë historinë tonë. Në 10 vite të sundimit të tij plaçkitës dhe narko regjim, me politikat e tij përzurin nga Shqipëria mbi 700.000 të ri dhe të reja, apo rreth 70% të trive shqiptar. Edi Rama, me ndihmën e George Sorosit, mafjes ndërkombëtare të ekstremit të majt, bëri gjithçka për një Shqipëri pa opozit, pra për të varrosur përfundimisht pluralizmin politik dhe idealet e dhjetorit 90. Ata sot janë më të vendosur se kur të shporin nga pushteti narkomafjen dhe kleptokracinë me në krye Ramaduron e Europës, që po I shket toka që sot po I shket toka në këmbë. Sot përsëri në këtë udhkryq të rrezikshëm në të cilën ndodhet Shqipëria, shpresa e vetme për të përmbysur narkoregjimin e Ramaduros është rinia shqiptare, është gjenerata Z e saj, është ajo gjenerat që këto 2 vite ka bërë historinë e lirisë në botë, në Bangladesh, ka përmbysur në Bangladesh, në Nepal dhe vendet të tjera diktaturat autoritare. Unë kam besim më të madh se gjenerata Z e trive shqiptar, trashëgimtare idealeve të rinisë studentore të dhjetorit 90, do përmbush misionin e saj. Ndaj dhe duke I uruar gëzuar këtë ditë, bëj thirrje trive shqiptar të ngrihen të frymzuar nga dita e lirisë në lartësinë e idealeve të tyre dhe të përmbysim sa më parë këtë regjim të shëmtuar narkodiktatorial që po shkreton dhe shkatron Shqipërinë.